Me seancën e së shtunës e fundit për periudhën 3 javore të zhvilluar në Shkodër, Vllaznia ka mbyllur ciklin e parë të fazës përgatitore. Një periudhë kjo që u shoqërua me ngarkesa edhe me nga 2 seanca në ditë për qëndruar jo vetëm në fushën e lojës, por gërshetuar edhe me ngarkesa fizike në palestër. Pjesë e kësaj faze përgatitore ishin edhe 2 miqësoret, e para me Vllaznin Elite të Milano se fituar 3-0 dhe e dyta e luajtur në Tuz të Malit të Zi përballë Deçiçit, fitues të Kupës Malazeze, ku tuzianët e fituan miqësoren 1-0. Në rallet e kuqëbluve ka patur afrime dhe largime, ku për këtë të fundit lajmi më i fundit është ndërprerja bashkëpunimit me qendërmbrojtësin Serjan Repaj. Futbollisti i afruar në merkaton e dimrit me një kontratë deri në fund të sezonit të ardhshëm, por duke mos qenë në planet e trajnerit Martini, është në kërkim të një skuadre tjetër. Ndërkohë, siç është bërë me dije më herët, pjesën e dytë të përgatitjes themelore Vllaznia do ta kryejë në Sloveni. Kështu të dielën, ekipi do të transportohet drejt aeroportit Nën Tereza të Rinasit, prej nga ku do të fluturojë për në Sloveni. Stacionimi do të jetë në kampin e Mariborit, aty ku fal edhe akomodimi të disa skuadrave të tjera të huaja që përgatiten për Kupat e Europës. Drejtuesit kanë planifikuar zhvillimin e 4 miqësoreve për të kolauduar skuadrën në prag të 10 korrikut, ditës kur Vllaznia do të luajë në Elbasan Arena përballë letonezëve për llogaritë të turit të parë të Conference League.